Për shëndetin nga kuzhina Njerit, sot kam vendosur përgatitë një kek me qershia. Kua qershia për ndryshë dhe bojlia që i keni të mbjellura në bosh që ka mjuk noq për me kafe. Krejt që ka jo nevojitin prej përbarzve janë 6 vezë, 300 gram e miell, 150 gram buter për ndryshë gjalp ose margarin, një pluhur për pjekje për ndryshë peciv, një sheqer vanile, 250 gram sheqer si dhe qershia. Furrën e kom shumë nxehtë, temperaturë 180 gradë dhe bismillah me njëherë fillojna me përgatitjen. Tepsinë e qelçit për ndryshë gjamit e kom ly me buter, edhe kom hazër, masi 40 cm, qesim sheqer vanilën, shtojna sheqerin, edhe i rrahim vezat derisa të bëhet një masë kremoze. Bismillah. Pasi që është bërë mosa kremoze, si që përshëtni, tash marrim buterin në temperaturë pra të dhomës, edhe e qesim në enë brenda, e përzina me mikser. Që kemi përzi edhe buterin për ndryshe gjalpën, tash marrim një pluhur për pjekje edhe 300 gram me miell, prap i përzina me mikser. Furra veç është nxehur, pra është hazër. E kemi përzi brumin, duket kështu, tash dhe me njëherë e qesim brumin në tepsinë e lyer me gjallë për ndryshe buter. E kemi qitë brumin në tepsi, tash e shtrina. Këtë brum që e përgatitëm mundeni me i qitë çka doni. Mundeni me qitë pra qershia, se unë mundeni me qitë kajsia, mundeni me qitë molla, mundeni me qitë manafera, çfarë do fruti që ju keni qef me përgatit, pra ky lloj brumi është shumë i mirë kur e përgatitni. E shtrina në gjitha anët mirë. Pasi kemi qitë pra brumin në tepsi, e shkunim që shto tepsin që e të bëhet e drejt masa e brumit gjitha anët. Edhe bismillah marrim tash të qershijat. Edhe e qesim kështu brenda tek brumi, furra veç është nxehtë temperaturë 180 gradë, me njëherë e fusim tepsin që të pjeket edhe keku që ka mjuk noq. Mundën edhe me kumbulla, pra këtë lloj brumit që harrova me përmend. Çka ju keni qef, çfarë shije tash ju keni, nuk po di jone. Unë veç për përgatiti sepse është ashtë sezon aty ne, edhe shumica i kanë mbjellura në boshqe, kështu që hajde me në përgatit bismillah kek me qershia. Me o knaq burri, me o knaq fëmija. Normal qershijave ja largoni pra forat brenda. Ato e dini dhe jo, veç thash që të rëgoj edhe njëherë. E kemi rendit kështu qershijat, me njëherë tash e fusim pra tepsinë. Furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë. E kemi hek edhe kekun prej furrës, e kom pjek pra në temperaturë 180 gradë për 25 minuta. Si gjithmonë me një rrëmujse e shpojna kështu kekun, edhe kur nuk ngjitet brumi, atëherë keku është pjekur perfekt. Mundeni me konsumu edhe të nxehtë nëse doni, mundeni me lanë me ftofë, për mi e dekorojna veç me sheqer pluhur. Nëse provani ju lumshin duart e ju beft mirë se ka mjuk noq. Një kek i but, një kek i shishëm, përgatitja 5-7 minuta, pjekja 25 minuta, kështu që
përgatitur shpejt edhe shije të mrekullueshme. Nëse provoni, lumshin duart ju bëft mirë. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them miru pafshim.